Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فلندريمت لافدريمت qofshin për Allahun Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetjet tona nga thellësia e zemrës ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtar të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër besimtar, pas udhëzimit, pasi që të na udhëzon Allahu Gjelle Gjelaluhu neve në rrugën e drejtë, çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet të veprojmë? Me siguri që intereson çdo të udhëzuarit në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, e pika e parë është që duhet ta falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, duhet ta falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, ta falenderojmë Allahun Gjelle Shanuhu që na ka dhënë jetë për mu pendu dhe mu kthy në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj duhet sa më shumë ta falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Mirë po, falënderimi Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk bëhet sikur që e bën populli ynë. E falenderoj Allahun Gjelle Shanu vetëm me gjuhë, jo vllavi jam, jo e motra ime. Falënderimi Allahu Gjelle Gjelaluhu bëhet me gjuhë dhe bëhet me vepra. Bëhet me gjuhë duke thënë elhamdulillah që Allahu Gjelle Gjelaluhu na pshtoi nga devijimi, po ashtu bëhet falënderimi Allahu Gjelle Gjelaluhu me anë të veprave, nëse ne e kryejmë obligimet që na ka obligu Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe i largohemi haramit, gjërave që na ka ndalu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po ashtu vëllezër besimtar, e dyta është se duhet t'i largohemi gjërave të ignorancës, gjërave të gjahiljetit. Nëse kemi përdor disa terme, disa fjalë, disa shame në kohën e gjahiljetit para se të udhëzohemi, tani ka ardhur koha që t'i braktisim ato, t'i lëjmë ato anash dhe të del nga goja jon vetëm fjala e mirë, falënderim ndaj Allahu Gjelle Shanuhu, këshilla, udhëzim në të mirë dhe ndalim nga e keqja. Përmendja Allahu Gjelle Shanu e kështu me radhë, domethënë nga gjuha jon të dalin vetëm fjalë të mira, sikur që na ka këshilluar Allahu Gjelle Gjelaluhu duke thënë wa qulu lin-nasi husna, dhe thuani njerëzve fjalë të mira, folni fjalë të mira. Pra, pas udhëzimit, e dyta është që t'i braktisim gjërat e ignorancës. Të kemi dallim jetën që kemi bë dje dhe jetën që e bëjmë sot në udhëzim. Po ashtu e treta është, pasi që të udhëzohemi, duhet ta zgjedhim shoqërinë e mirë, shoqërinë e mirë. Se nëse nuk e zgjedhim shoqërinë e mirë, vallahi vjen dita që prap kemi u kthy në atë mënyrë, në atë vend ku ke qenë. Nga se shoku i mirë të largon nga vepra e keqe. Shoku i mirë ta mëson punën e mirë, shoku i keq ta mëson punën e keqe. Për këtë kanë thënë, tregohu me kom po shoqërohesh, të tregoj se kush je ti. Nëse ti shoqërohesh me hajnin, edhe pse nuk je ti hajn, mirë po do të vjen dita se do t'ja merr zanatin atij. Mirë po nëse shoqërohesh me njerëz të mirë, vallahi nuk ka mundësi me dal hajn. Vallahi nuk ka mundësi me dal tradhtar. Mirë po, ja merr ato cilësitë aty me burrave që je duke u shoqëru. Andaj duhet që ta zgjedhim shoqërinë e mirë për pas udhëzimit. Se nëse Zot na ruaj
e zgjedhim shokun e keq dhe shoqërinë e keqe, ne do të devijojmë edhe pse falim namaz, edhe pse agjerojmë, edhe pse bëjmë vepra të mira, mirë po dita ditës do të vjen që do të largohemi nga rruga Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu e katërta vëllezër është që të kapemi mirë për dinin Allahu xhela xhelaluhu. Pasi që Allahu xhela xhanu të kallëzu dhe e ke gjetë rrugën e drejtë, duhet të falenderojsh Allahun xhela xhelaluhu dhe të kapësh mirë për dinin Allahu xhela xhelaluhu dhe ti të ndjek dinin Allahu xhela xhanuhu e jo ti me qitë kushte Allahu xhela xhanuhu. Me thonë ne jemi duke jetuar në shekullin e 21, kjo nuk bën kështu e kjo nuk bën ashtu. Jo vallahi, Allahu xhela xhelaluhu Kur'anin e ka famlart e ka zbrit për çdo kohë, për çdo periudhë, për çdo situatë. Kur'ani është, domethënë, libër udhëzues për çdo njeri. Nëse dëshiron njeriu të udhëzohet, duhet të kapet për Kur'anin. Nëse njeriu dëshiron jetë të lumtur, duhet të kapet për Kur'anin. E jo ne ti qesim kusht e fesë Allahu xhela xhelaluhu. Ne askushi nuk jemi si ti qesim kusht e fesë Allahu xhela xhelaluhu. Andaj duhet të kemi kujdes, ta marrim dinin Allahu xhela xhelaluhu ashtu sikur që ka kërku Allahu xhela xhelaluhu, e jo sikur që kërkojmë ne, e jo sikur që kërkojmë epshet e njerëzve. Pse ndodhin telashet? Sepse njerëzit marrin nga feja Allahu xhela xhelaluhu aty ku i konvenon, aty që nuk i konvenon, atë e praktisin dhe thënë se nuk është mirë. Andaj duhet t'i hapim syt vëllezër besimtar, duhet t'i hapim syt dhe ta marrim fenë Allahu xhela xhelaluhu ashtu sikur që kërkon Allahu xhela xhelaluhu, e jo sikur që kërkon epshet tona. Po ashtu duhet ta edukojmë vetin, nefsin ton, shpirtin ton, duhet ta edukojmë në fenë Allahu xhela xhelaluhu. Duhet t'ja mësojmë nefsit ton se harami është haram, halali është halal. Dhe as se si nuk mundëm me ndryshu ne, edhe pse ndoshta i bëjmë disa nga mëkatet, mirë po harami mbetet haram, mirë po ti mbesesh mëkatar. Dhe jo me arsyetu veten tënde, me thonë vallahi, kjo ka qenë kohën e pejgamberit alayhis salam, mirë po tash nuk flen, nuk bën me thonë kështu. Besimtari Allahu xhela xhelaluhu duhet t'i nënshtrohet Allahu xhela xhelaluhu dhe t'i pranon këshilla që kanë ardhur nga ana Allahu xhela xhelaluhu. E gjashta është sabri. Sabri është koka e gjithë shkafit. Nëse nuk ke sabër, nuk mundesh me arrit kërkun. Nëse nuk ke sabër, vallahi as dy shkronja të gjuhës arabe nuk mundesh me mësu. Andaj, besimtari Allahu xhela xhelaluhu duhet të bën sabër, duhet të bën durim derisa të takon Allahun xhela xhelaluhu. Nëse i kthehemi historisë, do të shohim se pejgambert Allahu xhela xhelaluhu kanë pas prova të shumta, mirë pa ata kanë bë sabër. Ka bë vaki që i kanë rre, i kanë përgjak, i kanë ofendu, i kanë thënë magjistar, i kanë thënë budall, i kanë thënë çdo fjalë që i ka dalë nga goja e tyre, mirë pa ata kanë bë sabër te Allahu xhela xhelaluhu dhe kanë fitu xhenetin Allahu xhela xhelaluhu. Andaj edhe ti vëlla musliman, mas udhëzimit duhet me bë sabër derisa ta takon Allahun xhela xhelaluhu. E shtata është që duhet të kujdesesh ti udhëzosh vëllezërit e tu, shokët e tu, nëse ata kanë qenë duke pirë drogë, ti duhet t'i afrosh ata. Nëse ata kanë qenë rrugën e gabuar, ti duhet mi mësu rrugën e drejtë. Nëse ata kanë qenë të cilët nuk kanë fal namaz, ti duhet mi thirr ata që të falin namaz dhe t'i largon nga rruga e keqe. Mos më kënaq ti shokët e tu me qenë në rrugën e gabuar dhe ti në rrugën e mirë. Vallahi nuk është shoku i mirë ky. Nëse unë e pështoj veten, mirë po shoku im është në devijim. Edhe unë nuk të bën me qenë rahat, derisa të udhëzohet ai, derisa të largohet prej punëve të pista, duhet, domethënë, mu mundu me afru atë vllaun tënd. Po ashtu e teta është vëllezër që ta shërbejmë dinin Allahu xhela xhelaluhu. Ta shërbejmë dinin Allahu xhela xhelaluhu me atë sa ke mundësi.
me atë sa ke mundësi ti me shërby dinin Allahu xhalla xhelaluhu. Nëse dëshiron që përblehesh të Allahu xhalla xhelaluhu, po ashtu të bashkëpunoj me vëllezërit për të ndihmu dinin Allahu xhalla xhelaluhu, jo me qenë vetjak, jo me thënë vetëm unë e bëj këtë, mirë po të bëhemi një grusht, dhe të ndihmojmë dinin Allahu xhalla xhelaluhu. Dikush e jep një mendim, dikush e jep një propozim, dikush bën diçka, e kështu që gjithë kur bëhemi bashk e ndihmojmë dinin Allahu xhalla xhelaluhu, edhe pse dini Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka nevojë për ndihmën tonë dhe temën, mirë po ne jemi ata që fitojmë prej dinit Allahu xhalla xhelaluhu. Ne jemi ata të cilët nëse nxjerrim njerëzit për errësirës në dritë, vallahi do të shpërblesht Allahu xhalla xhelaluhu, ku pejgamberi alayhis salam i thot Aliut radhiyallahu anhu: o Ali, po Allahu ta udhëzon një njeri në dorën tënde është më mirë se gjitha bagtit, do me thënë devet e kuqe, sikur tash me thënë Mercedesat e tipit më të mirë, sikur se me pas krejt dynjan. Nuk është asgjë, dynjaja nuk është asgjë, po çka është, do me thënë, më udhëzu një njeri, një person dorën tënde. Andaj, mundohu vëlla musliman që në dorën tënde spaku të udhëzohet një njeri, mirë po, edhe e kundërta është, nëse ti bëhesh shkaktar që me deviju një njeri, mirë për ty. Mirë për ty nëse ti bëhesh shkaktar që një njeri me deviju, me lën dinin Allahu xhalla xhelaluhu, çfarë do t'i thua Allahu xhalla xhelaluhu? Po ashtu edhe e fundit është që të bëjmë dua, ta lutim Allahun xhalla xhelaluhu, se zemrat nuk dihen mundet mrena ditës, mrena natës më rrotullu. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që thot: ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, rrotulloje zemrën ti me kafeja jot. Dhe me një transmetim tjetër thuhet: ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. O ti që i rrotullon zemrat, përforco ma zemra në fen tënde. Mos u mbur, mos u ndi krenar nëse vetëm falish namaz dhe me thonë valla unë e pështova. Jo vllavi jam i dashur, se sa njerëzit kanë fillu me fal namaz, mirë po përfundimi i tyre ka qenë përfundimi i keq. Andaj lut Allahun xhalla xhelaluhu që çdo herë ta kesh përfundimin e mirë. Lut Allahun xhalla xhelaluhu që të forcon në fenë e tij, sepse kjo rrugë është rrugë e gjatë dhe nuk dihet se kush e çon deri në fund. Andaj nuk kërkohet prej neve që të shkojmë deri në fund, mirë po prej neve kërkohet që të qëndrojmë në rrugë dhe mos dalim jashtë rrugës. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na forcon në rrugën e tij. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na forcon në rrugën e tij dhe mos të na devijoj deri në momentin e fundit, deri kur ta takojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا